Erman, do të flisim dhe për një publikim të fundit që ka të bëjë me bankomatet në Dubai, në Emiratet e Bashkuara Arabe. Është folur për bankomate portativ, në thonjë zë. Me thënë të drejtën, edhe mua më bëri pak përshtypje, diçka interesante, sepse çdo gjë tashmë po kthehet në portabël, pra portative. Nëse do marrim vitet 1970, 1980, ku informaticjentët ku punojësit punoshin me kompjutera që ishin me përmazët e një dhome, dhe memoria ose hard disku që ne i themi ishte shumë i ullët, sot kemi mikrokompjutera, sot kemi çdo gjë portabël, pajisje mjekësore portabël, çdo gjë, dhe të krijohet një bankomat portabël siç është eksperimentuar dhe krijuar në Dubai, unë e quaj diçka shumë interesante dhe shumë të arrirë. Pra, të mundshme, nëse ti për shembull kërkon që të tërheqësh para dhe nuk ke, mjafton kontakton dhe të vjen bankomati portabël që procesosh. Ishte diçka inovative, shumë interesante. Ato kanë gjetur, mendoj, sepse Dubai është një ndër vendet ose zonat e Emiratet Bashkuara përfshirë dhe Arabin. Janë zonat të cilët nuk dua t'i vënë një anë, sepse dhe ato eksperimentojnë me zhvillimin e teknologjisë, inteligjencës artificiale, më duket shumë impresionuese. Ndërkohë dhe për